Çka po m'pëlqen mas shumë ti është tut nane. Pjesën që kom pas qef me traktora, kom pas qef me dru, kom pas qef me shku me të shtëpisë në mal me prej dru. Jetën e përditshme tamën, unë jam rritë në katoni. Së shumë ka mungu pjesa e femnës, me u zhvillu tamën si femën, po më ka përfasu për të mirë. Jam Podujev, ku e kom taku një qik mjaft veçantë, e cila merret me aktivitetet të ndryshme. Këto afër meje është Diona Haziri, e cila që përveç që i gra traktorit edhe pren me dru, pas ka vendosin këtë fundit me dalë me shite dhe mjete piroteknike. Dion që shtë kanë? Mirë, faleminderit, ty që shqe, e mirë që bonat. Që valajmë. Që më punë qëta. Apo më ka dhënë 4 ideja me dalë me shite, këtë arda, pishek zjarë. Okej, atëherë, unë veç s'kom komplekse një jetë asë një. Migja jam e menat si biznes fakt për vitri qështu, edhe ju më dole edhe pak vjetë, vitin e kalum, edhe që të vit dola pak ma shumë, ma shpesh, edhe pse më pëlqen me bo do sane që si bo dikush, si, vetëm tekër. Shka të ka tërhek ma shumë dhe cili ka qenë komenti qytetarëve kur e kanë po që një vajzë po shet mjete piroteknike, se zakonisht i më thu që veç djemë të mi bo shtëpi. Po, komenti ka shumë të mira, asë një nuk është e keqe. Këtë më thojnë bravo që po e hjek ta bunë që mu më shef, bravo që po del, po kalzon që ale nuk është gjithësysh moshkullin në këtë pjesë, edhe po kalzon që mune të femra me bo diçka para njerëzve, dhe me shit diçka, se ke boni me shumica janë me shkujet, jem smerën me këto sane, po mu më ka pëlqy ma shumë me i bo do sane si. Këto qytetet e vogla zakonisht njën që janë para gjykuse, nuk i lojnë qikat me dalë me punu, Podujeva është ndryshe, apo? Fakt, edhe Podujeva është njona pi para gjykuse, po jo, në kësy që tash bile vitin e fundit është tje krejt, s'po di unë e komenu që një me lopi është shumë i prapa mbetu, po më ka përfasu për të mirë. Bile edhe kur të kom kontakt me njerës, as nuk të në mlerësojnë, as nuk t'ullin poshtë me na i fjallë, veç se thojnë, bravo, njëherë më vesin se sajnë shmime, tani bravo, të shpëdim, bravo, këto, në shmime. Po. Përveç shetë me mjetë piroteknike, kryesisht për vitin e rina, kemi pa në përjetës sociale edhe të sharrit me dru, të gra traktorit, apo në kalzën katë ka ardhë. Ate, këto janë jetën e përditshme tamën, unë jam rritë në katon, vjetoj në katon me një fjallë i di këto sane dhe unë e kom qef, jem po në fakt e vetë mja qikën familjen teme edhe vetë se të i po djemë ma shumë edhe së shumë ka mungu pjesa e femnës me u zhvillu tamën si femën, po edhe jam zhvillu në pjesën që kom pas qef me traktora, kom pas qef me dru, kom pas qef me shku me të shtëpisë në mal me prej dru. Çka po m'pëlqen mas shumë ti është tut nane. Po m'pëlqen mas shumë ti që Diona nuk ka komplekse dhe nuk i vjen mare, si do femna që janë me tregu që janë prej fshatit edhe mi bo gjitha punët që një djallë më në të mi bo. Jo, asnjëherë, kompleks s'ka pse besë, është puna që po kallzon thjeshtësi, po kallzohesh tamam realist, unë si kuptoj, okej, shumë njerëz para kamerave se aktrojnë si po di, unë e kom qef me konë shumë e thjesht, s'kom qef me qitë vetën, me livdu vetën ma shumë se që jam. Jo, jam qikja që jam e thjesht, kom qef me punu halal edhe mu bo dikush me mënyrat mira, jo veç me bo një skandal për me mri. Qka ju kështë thonë kita ty në femnave, që kanë qef me bo punë të ndryshme mirë, po kanë komplekse dhe e ndrydhin dëshiren e vetë, nuk dojnë. Atëhere, është kjo që ma mirë miro pishmonë se me të mitë marak, apo dhe. Provoja, adin, mas krejt komente negative kanë me dollë dy pozitive që kanë me të bo mu me hecë për para, mos mu ngesë që ato ku je. Kështu që nëse keni diçka që ju stopon, ju ndalë, që vazhdo një bese, njëherë përjetojnë. Atër, unë edhe Diona, ju urojna ketëve vitin e ri, edhe aki një mesazh për të. Hajde bleni raketa. Hajde bleni raketa.